Kur përmendet Big Kosova, disa shtrëngojnë grushtin, disa ngritin vetullat e disa të tjerë ndërrojnë temë sikur po u përmendet diçka e ndaluar. Për dikë është ndërkombëtare, për dikë kërcënim politik, e për shumicën thjesht një fjalë që përdoret nga të tjerët për të na përshkruar, jo nga ne për ta ndërtuar. Por Big Kosova nuk është shpikje e kafeneve, as slogan i rrjeteve sociale. Është produkt i një historie të gjatë coptimi, dhune dhe kompromisesh të imponuara. Kosova nuk ka qenë kurrë e vogël në kuptimin historik. Ajo është bërë e vogël në hartë, jo në kujtesë. Kufit që sot quhen realitet ndërkombëtar janë vizatuar shpesh pa pyetur njerëzit që jetonin brenda tyre. Shqiptarët u ndanë në 5 shtete jo sepse kështu donin, por sepse kështu vendosën të mëdhenjtë e kohës. Dhe çdo ndarje e tillë la pas një plagë që nuk shërohet thjesht duke thënë hajde të ecim përpara. Ideja e Big Kosovës përdoret shpesh si gogol. Sa herë shqiptarët kërkojnë të drejta në Lugin, në Maqedoni të Veriut apo në Mal të Zi, del dikush e thotë, ja, po e rrezikojnë stabilitetin, po kërkojnë Big Kosovën. Por askush nuk pyet pse shqiptarët në ato zona ende luftojnë për gjuhë, për përfaqësim, për dinitet elementar. Kërkesa për barazi nuk është projekt zgjerimi territorial, por reagim ndaj padrejtësisë së vazhdueshme. Ironia më e madhe është se Big Kosova frikson më shumë në letra se sa në realitet. Kosova sot mezi e mban sovranitetin e vet të plot, e lëre më të mendoj për projekte ekspansioniste. Ajo lufton me papunësi, me ikje masive të rinjve, me korrupsion, me shtet që ende po mëson të ecë me këmbët e veta. Dhe prap, etiketimi vazhdon, në të vërtetë, ajo që shqiptarët kërkojnë sot nuk është Big Kosova, por Kosova funksionale. Një Kosovë që nuk e lyp njohjen, por e meriton. Një Kosovë që nuk eksporton retorik, por stabilitet. Një Kosovë që nuk jeton nga e kaluara, por nuk e haron atë. Dhe kjo është shumë më e rrezikshme për ata që duan ta shohin Kosovën të dobët. Se